Vallai në fillim jam kanone, tash ja ka nis burr. Kam qef unë më duk ma bukur se kja. Ti ma mirë se kjo më Kjo ka qef më duk ma bukur se unë, tani veç një emës si tham gru, veç një emës shpirt, që tërsen si tham. Faleminderit atij momentit që kom taku në jetë, ty që të kom taku në jetë, edhe që ka ai momenti i bekum. Minimale, shka mund me bani njerit lumtur janë krejt falë. E kështu që buzëqeshja është falë, dashnja është falë, lumturia është falë. Jetojnë në smirë në viti. A në viti, a se një jashtë dikuna? Jo. A do vama se një jashtë? Ja, jo. Se mirë, u merë diçka, diçan kështët. Më gënë të qipë të sa vite jeni? 13 vite. 13 vite, shtu të ri po dukni. Faleminderit. Pa ti çfarë kohë jeni martu? Jena martuën po, unë kom pas 19, ki ka pas 21. 21. Kohën ma të mirë, tjetër ty. Qa me bo? A jeni pishpon që ka që të ri që jeni martu? Jo, për asë një arsye. Pas në arsye, bravo. E pas këtë dhe një burosh? Edhe dytën e kena të po, a i ka 11 vite. Po, dytë jemi keni, ja? Po. Vajzë halas keni. Jas kena. Inshallah i bekon zotit dhe me një vajzë. Faleminderit, po normalisht jo se mjekin ai kanë ndalu, kështu që qëta dë, qa i kena me qëta dë të knaqten, inshallah veç rritën e i kanë tana të mirat. Okej. Me nënë si ju prind jeni, ka lidhje, që një fëmijë dhe më thonë, Jo, s'ka gjëni, se kena pas kër problem. kjo është ma e mira. Më dhe konë që kanë qenë të vite për ju e si qiftë. Super. Nuk isha ndrua kur gjo. S'kishë ndu kur gjejtë. Ja. Gjithë shka në regull. A më dhe konë kësa i zojës, a intimon të shpisë na herë. Hajde kalë të Gjithë shka. Gjithë shka. Qa intimon? Gjithë shka. Kur shenë të intimon? Une, e kena... Kuzhinë, po marrë parasysh, shka i kena na gratë punë të shtëpisë, në fëmijë, në kuzhinë, me përgatitën. Nuk do me thonë që kjo është burrë edhe nuk më ndiman kur gjë. Se masi na martu edhe të ri, edhe të ditë punojnë, a kështu që cili ka ko ma shumë mirët edhe me fëmijë, edhe me tjera punë. Do këtë po ta di ka hapër, pa shortje. Po. Pa tjetër. Pa tjetër, a? Pa tjetër. Shumë mirë, më e mirë që ka kësi qifte, Kosovë, që i ndimojnë grove. Kosovë me ndimojnë një grue, stajnë, ky sa është burë, prishet bërnia. Ja, nuk të ban burën që se si një mën një gruës. Burë të ban që se e këshirë familjen, në dëmën gruës. Që kjo është burëni? Për këta farë burra, çfarë mendimi kiti? S'ka burra. S'janë ato burra. Sanë burra? Yes. S'kam asë një menim për ta. Kajnë mirë që to? është lunë rol mentaliteti, kultura, bërë qëfar kulture i rritë. Këtë e ka një do me thonje, është pingjen mësuhet kja. Nuk vjeve që ad hoc, po mësuhet prej në fmi. Bërë qëfar kulture, qëfar familje i rritë. Po më pëlqen çfarë djale në Kosovë me gjetë shtu që ka që përpara me sande që po jetë ke? Pa tjetër. Po s'ke po ti mëre? Faleminderit shumë, po kjo vjen dhe për një familje ku janë 4 djemë, nuk kanë vajza heq. Edhe nëna gjithmonë i ka mësuar që do të minimu nënës, do të me përgatite shtëpia, do të më kanën edhe që si ka pas vajzën, nuk ka pas kërfar mungese. Edhe na kështu që edhe që i kena 2 djemë, edhe që i kemi 2 djemë, nuk i kena pas problem, se kjo është tana dhe shembull për djemë të vetë që do të minimu nënës, do të me bo punë të shtëpisë njësoj. Nuk ka kur gjatë të keqe, që se i ndihmon partnerit. Pëlqen, të më thonë vajzën të familjes paske? Ja ju. As mutra, as vojza. Genetikisht, po trashëgoj ka të familja ju i tash. Kam hallat, mutrat e gruas i respektoj si mutra. Hallat e gruas, baldeskat. Baldeskat i respektoj si mutra. Ja që lu shumë. Sa jeni këtë mëre? Na jena 5. Një vllaj, kena edhe 4 mutra. Paske bajara ka holja shumë. Shumë, edhe i du shumë. A i do të shumë? Shumë. Shumë se vllazdin a i donë? Ja, ma shumë se vllazdin nuk i du, po i respektaj. Normal, si cila e ka vendin e vetë. Dashnin e vetë, respektin e vetë. A kena histori interesant gjatë në vitet që jeni bashkë, që mund i mentojtë sot, që u ka ndodhë
Kena histori sa dush, po... Hajde një historit veçanë se jam shumë kurios. Ja, nuk kena... Jena një qef normal, i thjesht, pa komplekse, Po vreni, edhe kështu originalin e. pa komplekse, pa gjelozia, ka pak gjithmonë është në atë pjedestolin e vetë, po ju edhe shumë për mos me tepru. A ka pak gjelozimi, a? Gjithmonë çdo çift ku ka xhelozi ka dhe dashni. I fillimi po, tash që kena bo do vjetë të na mos e kena problem. Pak ma gjeloz. Vallai në fillim jam ka none, tash ja ka nis burri. Ti ja pse marrë gjeloz ti, e? Po, gjeloz, për të... Po çka ma gjeloz? Jo në aspektin e... Po bëjmë pak kajgore, se Jo në në aspektin e meshkujve si diçka, po gjeloz për arsye thjeshta kam qef unë mu duk ma bukur se kja. Ti ma mirë se kjo më Kje ka qef mu duk ma bukur se une, tani... Se kjo bëdhe të duk, a? Faleminderit. Sot na ke zon pak si keq, Si po. keri për duk, a? Faleminderit. A i thora herë qik. Po kërkush nuk na jep këto vjetë që i kena. A do i vatë përveç kru që i thu që farami, i thu nejsa nej farë. Veç një emës, si tham gru, veç një emës shpirt, që tërsen si tham. Veç shpirt, a ti që shetu këtina? Vallai në fillim edhe anë e shpirt, po tash e kena ndrru pak, po ka lloj, loçk, zemër, çto. Ka një hera fidan nemën. A të dona, a? Kur të nervozot. Kur të është nervoz. Këtë në mërzot ma shpet jo me tine, këta. Gjithmonë, Gratë. gjithmonë. Ma në tishme për e Qashtu, i kom thënë edhe unë vëllai që edhe në Koran shkruan që gruaja gjithmonë ma delikate, ma e ndihshme, edhe do të me pas parasysh. Edhe djemtë dhe burrat. Si në shumë, ju dhe dy dhe ma shumë, kështu. Gjithmonë une. Ti, a? Gjithmonë. Shë që farë buri e pasë, E edhe di. ki koka i mirë. E Po të ka di. do gjona të mirë edhe ki. Shumë ka të mira, edhe shumë jam e kënaqur. Shqyr që më ka bo zoti me ta. Në pash pas ke linë me fati, që pas ke marrë këtë bërë. Po gjithashtu edhe kë. Të dët. Sa ja dini vlerën e lisetëve. Gjithçka. Gruaja është gjithçka. Shok, vëlla, motër, grue, non, gjithçka është gruaja. Nëse ja di vlerën, nëse si ja di, atëherë s'është kur gjë. Po nëse ja di vlerën është gjithçka për ty. Por që mua dashnia me kalimin e vitit. Jo, në asnjë aspekt. Jo, valla neve Dashnjave veç që tortun ashtu. po shtohet. Ja. Veç po shtohet, valla, se fëmija po rritën, tana aq ma shumë vite që të kalesh me njani tjetrin, aq ma shumë ja di hallet, ja di dirtët, ja njefton njerin ma mirë. Kështu që nuk mund është me jetu pa ta. Kështu që one për veti, as në ditë se kisha dash me jetu pa ta. Po inshallah deri në primën e fundit. Po, Faleminderit. Inshallah, faleminderit, gjithashtu. A po sheh pa dashnie, po shohte ju pa kushte dashni. Ja, s'kena kushte na. Na s'kena kushte. Jena qeft normal, jena zgjedh vetë, nuk na i ka imponu kërkosh. Ajo pyta unë pak që sheni njoftu kësa ju. Është histori. Histori e gatë. Hajde pak shkurt në pika shkurta. Unë kom jetu në Austri. Prej Austrisë kom dalën, e patëm ndru mendimin me dalë me familje me jetu në Zvicër. Në Zvicër, do me thonë në Bern, kretë shtetin në Bern, kjo ka në Gjenevë. E ta shti familja jeme, ime ka në Bern, kjo i ka pas do doj aty në Bern, kjo ka arme vizitu dojt, edhe dojt e këtina, dojt të familja jeme në Tërvez, ku vijën prej ati fshati, edhe tash jemi njoftuan, ata na kanë njoftuan, veç hajt në të kalumën i na kanën, kena i na takun qytetë edhe për atëherit ma bashkë. Dhe me thënë, ti e pas ke gjetë ta po. Vallai nuk e di, unë shkova Fati. atje, ky erdhë prej Gjenevës në Bern, kështu që na Tash a jetoni të jashtë? ditën të djantë. A jetoni jashtë tash? Po. Që nga këtu me ma këtu mos po jetoni? Gjenevë të Zitrës. Po jena të këtumit, na kena qef më konë gjithmonë të këtumit. Ja, po nuk jena musafer, na jena shpitun. Ti qesh ma moj ke marrë, janë i pa stil interesant, sa shkaja jashtë jetojnë. Ja. Gjenevë, ma të posë jetojnë. Ashtë të vërtet. Po në varet Pak a shumë. për aspekti. Apo full për material o... material. Okej. Ashtë të vërtet kjo? Është vërtet. Në Gjenevë krejtë që ka jetojnë, një kajtë sanat mirë.
Po, në qofë se punon, në qofë se i përkushtum me punu, gjithmonë do të kish. Realisht, a jeni mirë ju kështu? A jeni qatë mesin atyre që po ta më dhoni? Elhamdulillah, mirë, në rregull është. Mirë, s'është keq. Kena një punë, një Si krejt njerëzit, puna si gjithë vogël. njerëzit. Do gjithmonë me punu, se pa punë nuk mundesh edhe mja plotsu veti do kushte. Puna, porja, shëndeti, krejt kanë rol njëtë. Sta kena shëndetin e kena të gjitha. Nime Korsentar shtet. Jo, valla. Ti që hargja ma shumë? Ja, valla, unë për kjo hargjon tesha, po marrë parasysh që ka barak margat, ka qef. Morë, ka cilat morë ka? ja, s'është jo në rregull. Ja, valla, e Kalzë pak, qelu pak kalzë. ka i dëm pak modën, e unë jo, nuk jam fort. Apo bresh? Ja, nuk jam. Kretina të thjesht. Thjeshtina, njerëz të thjesht. Njerëz të thjesht. A i dhipën porën, kur kalzën diçka thot, pse hargjon vre që to? Po se, Si kena të si shuni Jo, këto? valla. shëndet është me rëndësita në këto tjerat janë të thjeshta. Mi kërua ki ma. Ja, patjetër, ja, patjetër. Po një aprish, apo? Ja. Aprish në herë që të vite e pasë. Vallaj, ndoshta normal si krejt qifte që i ka njerë dhe të se krimat vogla, ama kështu që më aprishe mos me harru, jo. Jo. Ma marrë mene që është që ta prish më të dhe. Jo. Kjo dhe nga natyra, pësha është i dashëm. Jo, për drejt nuk moj. Patjetër. Ky që do të më nuk dashni po jep ka. Po, krejtve valla jo jep, jo veç mu. Kjo është, qëto vetë e ka dukjen. E ka kriju ajnalë që shtot. Po, ja. Një Sheqer. fjallë që kur një të tonë dhe s'ki mos mja tha, një fjallë të mirë, që sot ki, parë kamirës mja tha. Që e kisha tha? Drejtoj o sot. Shka i kësha thonën, Drejtoj o që sot. kur s'ko mujt mja thonë. Po, të mirë, diçka që ti ki mja shprej, po s'ki mujtë mja shprej asë një. To ja sot kamerë. Unë i kësha thonën që falemderit ati momentit që e kom taku një jetë, ty që të kom taku një jetë, edhe që o kona i momenti i bekum, që kjo ka ardhe dhe më ka njefto mu në atë ditë. Edhe kur nuk e harroj ato momente, edhe shqyqër Zotit, që është edhe sot që qaj moment ka ra dhe është sot me mu, edhe që mi ka jap dy fëmijë të mrekullueshëm. Pa, fjallë, ato që asë të le kjerin matërimet, a më le. Ja, Shem për ti. s'është pasunia kur gjo. Përshe, Gjithçka është dashnia. në fund, gjithë qifë një mesazh që e këshin thonë se më do këtë që a i prisho ma shumë, se qa që mirë kemi folë. Jetoni të lumtur, të thjeshtësia është qilësi gjithë shkoje. Veç thjeshtësia. Mendje madhësia është e tepruar për gjithçka. Nuk ja vlen. Veç thjesht, me dosh një tjetrin, jo shumë pasuni, po thjeshtësi, dashni. Me dhuru dashni, me dhuru buzëqeshje, çdo senet minimale që ka mund me bani njerit lumtur janë krejt fal. E kështu që buzëqeshja është fal, dashnia është fal, lumturia është fal, mos lëp ma larg. Nëse me që to mënesh me bë dikant lumtur, besoj që je i lumtur automatikisht, edhe vetë. Besoj që këtë qiftet e kanë dëgju, s'ka shku në veç shurtur, jemi kënaqë në intervistë. Ka që intervistë të mire që e kena pas me juve, ju uroj ma të mirat. Faleminderit shumë. Inshallah, deri në frymën e fundit të bashkë. Amen, Uroj inshallah. dashuria ashtu, qysh jeni të dhuru. Patjetër. Shumë kënaqësi. Faleminderit. Ti përshëndes. Miropafshim. Kalosh që të mirë. Faleminderit shumë Përshëndetje. gjithashtu.